Përshëndetje, në episodin e sotëm do të flasim për kollën. Çfarë është kolla? Është një refleks mbrojtës i pavullnetshëm i mushkërive i rrugëve frymarrjes që nxjerr ajrin me forcë për të mbrojtur sistemin respirator. Kolla është simptom, nuk është sëmundje. Për çfarë shërben kolla? Shërben, pastron bronket dhe traken, nxjerr sekrecionet ose gelbazën, mbron mushkit nga infeksionet dhe irrituesit. Pra, në shumë raste kolla është mekanizëm mbrojtës, sidomos kur ka sekrecione. Llojet kryesore të kollës, themi gjithmonë kollë me sekrecione pa sekrecione, ose kollë e thatë dhe kollë e njomë. Kolla e thatë është pa gelbazë, është irrituese, është shumë lodhëse dhe e mundimshme. Shfaqet shpesh në viroza, nga COVID-19, alergji, refluks gastroezofageal, tym, ajër i thatë, pa lagështirë, sidomos kur brenda është shumë nxehtë dhe harrojmë të vendosim në një enë me ujë që të krijojë pak avull, pra të rrisi lagështirën e ajrit, që mukozat mos të irritohen dhe të mos reagojnë duke u kollur. Dhe kolla me gelbazë është me sekrecione që në fillim janë të ujshme ose të bardha, bëhen të verdha dhe më vonë bëhen deri në jeshile. Këtu duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse ajo tregon një inflamacion ose infeksion të rrugëve të frymarrjes, sidomos të rrugëve të poshtme të frymarrjes, dhe shfaqet zakonisht në bronkit, në pulmonitë ose pneumoni, në spok dhe në infeksione bakteriale. Kur trajtohet kolla? Nuk trajtohet gjithmonë kolla, por shkaku i saj. Trajtohet kur është shumë e fortë dhe nuk lejon gjumin. Zgjat më shumë se 3 javë ose e quajmë subakute, ose më shumë se 8 javë që në këtë rast bëhet kronike. Dhe gjithmonë sa që kalojmë nga një grip ose nga një infeksion viral, themi nuk më ikën kolla. Sigurisht që minimumi është 3 javë i kollës mbas kalimit të një infeksioni viral ose bakterial qoftë. Kur shoqërohet me temperaturë të lartë, me dhimbje gjoksi, sidomos me gjak në pështym, gulqim dhe humbje peshe. Në këto raste duhet të trajtohet. Si trajtohet në parim? Kolla e thatë do qetësues, shurupe për kollën, hidratim të pimë lëngje, ajër i lagës, siç e thash pak më përpara, dhe trajtimi i shkakut ose alergjive ose i refluksit gastroezofageal. Kolla me gelbazë nuk duhet frenuar zakonisht, sepse përdoren espektorant ose mukolitik, ata që e nxjerrin ose ato që e hollojnë që dalin akoma mukollaj nga mushkëritë tona. Antibiotiku vetëm me indikacion mjekësor, pra vetëm me 2 analiza për të parë nëse ka infeksion ose jo. Pra, mos përdor antibiotik vetëm pse ka kollë, por mos frenoni kollën me gelbazë pa arsye. Po tek fëmijët, kolla tek fëmijët që është një nga problemet kryesore dhe një nga shqetësimet më të mëdha të nënave për fëmijët e tyre, sigurisht që është një mekanizëm mbrojtës, siç e tham pak përpara, i pavullnetshëm i mushkërive dhe rrugëve të frymarrjes. Ajo ndihmon fëmijën të pastrojë rrugët e frymarrjes nga viruset, sekrecionet dhe pluri. Rrugët e frymarrjes janë të bëra për të kaluar vetëm ajër. Çfarëdo lloj gjë tjetër, veç ajrit, kolla është mekanizëm mbrojtës që nuk lejon të hyjë ose do ta nxjerrë nëse ka hyrë në rrugët e frymarrjes, duke filluar nga laringu, trakea, bronket deri te alveolat. Siç e tham, kolla nuk është sëmundje, por është simptom. Por tek fëmijët, pse kolliten fëmijët? Kush janë shkaqet kryesore që shkaktojnë kollën tek fëmijët? Janë virozat e stinës, siç jemi në këtë moment, ftohja e zakonshme, pra ekspozimi në ajrin e ftohtë, bronkiti ose bronkioliti që janë tipike te fëmijët e vegjël, tek infantët deri në 1 vjeç, alergjitë dhe refluksi, sidomos tek foshnjat është tipike vjellja, por vjellja e stomakut ka përmbajtje gastrike dhe është irrituese për mukozat tona të gjithë traktit tretës, që nga faringu e deri te hipofaringu, aty ku kolla ndërhyn për të mbrojtur rrugët e frymarrjes dhe për të mbrojtur mukozat tona. Edhe tek fëmijët lloja e kollës është e thatë, pa sekrecione, shpesh natën dhe zakonisht është virale. Kolla me gelbazë me sekrecione tregon se trupi po pastron mushkëritë e veta, pra kolla që nxjerr sekrecionet pastron mushkëritë dhe nuk duhet frenuar. Kolla e ashpër, një tipike tek fëmijët, ose lehse, me zërin e ngjirur, vështirësi në frymarrje, kërkon kontroll mjekësor, sepse janë prekur edhe kordat vokale në këtë rast. Kur duhet trajtuar kolla tek fëmia? Jo çdo kollë ka nevojë për ilaçe. Trajtimi kërkohet kur kolla nuk e lë fëmijën të flejë, zgjat më shumë se 2-3 javë.
shoqëret me temperaturë të lartë, ka vështirësi në frymarrje, fëmia është i lodhur, pa oreks dhe apatik i përgjumur. Çfarë ndihmon më shumë? Pirja e lëngjeve, shumë lëngje tek fëmia, ajri lagësh në dhomë, shplarje hundësh me solucion fiziologjik, pozicion pak i ngritur gjatë natës kur e vendosim të flej gjumë, dhe mund t'jepet edhe mjalti, por kujdes, mjalti jo tek fëmijët nën 1 vjeç, mbi 1 vjeç mund t'jepet për përmirësimin e kollës. Çfarë nuk duhet bërë? Antibiotik pa rekomandim mjeku, shurupe për kollën pa këshill mjekësore, frenimi i kollës me gëlbaz dhe mjalt tek fëmijët nën 1 vjeç. Këto gjëra nuk duhet të bëhen. Kush janë shenjat e alarmit? Kur duhet drejtohemi një tek mjeku? Nëse ka frymarrje të vështirë ose të shpejtë, ku hyn në ndihmë edhe muskujt aksesor, muskujt ndihmës të toraksit që e lodhin fëmijën. Zverdhje ose blu ose cianoza, themi, mukozat bëhen në ngjyrë blu. Koll e papritur pas mbytyjeve, gjak në pështym, fëmia shumë i përgjumur ose nuk reagon. Reagon vetëm gjatë kollës, një kollë të mundimshme. Në këtë rast thamë që duhet shkoj tek mjeku. Dhe çfarë bën mjeku? Çfarë do të thotë kontroll mjekësor tek fëmijët me kollë? Kontroll mjekësor do të thotë që fëmia duhet parë nga mjeku, jo vetëm të trajtohet në shtëpi. Çfarë bën mjeku gjatë kontrollit? Sigurisht që mjeku dëgjon mushkrit me stetoskop. A ka zhurma patologjike apo jo tek fëmijët? A ka sekrecione brenda në mushkrit e tyre? Vlerëson frymarrjen, vlerëson oksigjenimin e fëmijës. A i mjafton niveli i oksigjenit që hyn në mushkrit e fëmijës dhe furnizon lindet me gjak? Kontrollon temperaturën, shikon fytin, hundën, veshët, sepse mund të jetë edhe një infeksion i veshëve. Sigurisht që fëmia, nënat e din shumë mirë kur fëmia grindet, provojnë të kryqëzojë veshit nëse ka dhimbje apo jo, e kështu me radhë. Sigurisht që merr historinë e smundjes, për sa ditësh ka koll, për sa ditësh ka temperaturë, nëse kollitet më shumë natën, nëse ha, pi dhe luan normalisht, pra gjitha këto janë informacione që mjeku të vendosi nëse fëmia është në rregull, është një kontroll mjekësor në këtë rast, që mund të vazhdoj në shtëpi trajtimin sipas skemës ose pa marrë në një gjë, vetëm thjesht një mjekim simptomatik. Pra, qëllimi është që të kuptohet shkaku i kollës, jo thjesht të ndalojmë atë. A duhet bëhen analiza? Jo gjithmonë. Analizat ose ekzaminime kërkojnë vetëm nëse ka shenja alarmi të tilla si, temperaturë e lartë, por që zgjat më shumë se 3 ditë. Frymarrje e vështirë kur fëmia nuk ndalon, e thash më parë me muskujt aksesor, ose sidomos nëse shkojmë në lëvizjen edhe të barkut me toraksin, ajo do thotë që për të marrë frymë mirë, fëmia përdoret edhe diafragmën, dhe ky lloj respiracioni është tregues për të parë tek mjeku fëmijën ose për të filluar një trajtim. Dyshim për pneumoni, kuptohet, kollë që zgjat më shumë se 3 javë. Çfarë vendos mjeku zakonisht? Mjeku vendos nëse mjafton trajtimi në shtëpi, duhen vetëm masa lehtësuese, nevojë ndonjë ilaç specifik, ka nevojë për antibiotik, vetëm në raste të caktuara, pra kur cakton dhe analizat i thamë që duhet bëhet, që mund të trajtohet në shtëpi. Po kur duhet një kontroll urgjent mjekësor? Nëse fëmia ka vështirësi në frymarrje, merr frymë shumë shpejt, takipnea, frekuenca respiratore është mbi 24. Mbi 20-24 varet nga mosha e fëmijës. Është i përgjumur, është apatik, kollitet papritur, pas mbytyjeve sepse janë sekrecionet ato që e detyrojnë, ka kollë lehse dhe vështirësi në frymarrje, pra që janë prekur edhe kordat vokale, siç tham. Në këto raste mos prisni, drejtoni menjëherë tek urgjenca ose merrni urgjencë, kuptohet. Pra, kollat e fëmijët është shpesh kalimtare dhe virale, mos u shqetësoni nëse ka vetëm kollën se është simptom. Irritim i rrugëve të frymarrjes, i mukozave, të hipofaringut, të rrugëve të frymarrjes, të laringut, trakesë e kështu me radhë. Qetësia, kujdesi dhe durimi janë po aq të rëndësishme sa dhe mjekimi tek fëmia. Kontrolli mjekësor nuk do të thotë gjithmonë ilaçe, por siguri që fëmia po trajtohet siç duhet. Shihemi në episodin e radhës.